Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ndiheni të fryrë, pini 3 glënka nga kjo pije dhe do shpëtoni për gjithmonë. Funksionimi normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe është një faktor kyç për funksionimin e organizmit në tërësi. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që ju t'i kushtoni një vëmendje tretjes. Ne po ju sillim këtu 3 ndihmës që do të ndihmojnë në fillimin edhe të tretjes më kokfort. Ujë të ngrohtë me limon. Shtrydhni një limon të plot në një gotë me ujë të vakët dhe pijeni. Ju gjithashtu mundet ta konsumoni këtë pije si një masë parandaluese për të parandaluar dispepsi. Vaj ulliri dhe limon. Pini një lugë vaj ulliri, opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky ilaç shtëpiak për fillimin e tretjes është më mirë të konsumohet në mëngjes ose disa orë pas një vakti. Sodë buke dhe ujë të vakët. Përzieni gjysmë luge të vogël sodë buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej bresash si një aleat i tretjes, por është e rëndësishme të theksohet se duhet të përdorni vetëm sodë buke farmaceutike pa alumin, të cilin mund ta blini në farmaci. Receta nuk rekomandohet për ata të cilët vuajnë nga ulçëra. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim dhe me disa ushqime të cilat do t'ju ndihmojnë të lehtësoheni. Shpargu është një perime e pastër me saponosite që stimulojnë në mënyrë delikate punën e veshkave dhe si rrjedhoj na bën të largojmë nga trupi ujin e tepërt. Panxari, mendoni se e njihni sa duhet, ai funksionon si pastrues dhe është i pasur me minerale, ndihmon tretjen si edhe stimulon sistemin limfatik. Këto janë disa nga arsyet kryesore pse panxari duhet bërë pjesë e rutinës tonë të ushqimit. Tërshëra është një lloj drithri i cili ka vlerë të ulët glicemike, ndaj nuk rrit në mënyrë të panevojshme nivelin e sheqerit në gjakk. Ky fakt lejon edhe kontrollin e glicemisë të oreksit dhe si rrjedhoj të peshës trupore. Ndër të tjera, tërshëra ka edhe funksion stimulues. Çaji jeshil, i njohur edhe për funksionin e tij tepër të rëndësishëm antioksidues, çaji jeshil ka një aksion në thithës fal metil ksantinës dhe teofilinës. Ananasi, në mënyrë të veçantë pjesa e fortë e ananasit, pra mesi i frutit është i pasur gjithashtu me bromelin. Kjo enzim nga ana tjetër përshpejton funksionet tretëse të organizmit dhe si rrjedhoi sjell edhe eliminimin e skorijeve. Ananasi ka gjithashtu edhe funksion antiinflamator duke ndihmuar edhe në largimin e lëngjeve të tepërta. Një aksion i ngjashëm në trup vjen edhe nga papaja e pasur me enzimën papain. Karçofi, jo vetëm që ka vlera dietike, por mbi të gjitha mendohet se mbron edhe mëlçin. Finoku është ndër perimet më pak kalorike. Finoku ka një funksion diuretik, lufton gjithashtu proceset fermentuese duke reduktuar gazrat intestinale. Boronica. Pranisë të flavonoideve apo taninës, boronica përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ka një efekt thithës duke favorizuar eliminimin e acidit urik të tepërt. Fryrja e stomakut është irrituese dhe e bezdishme veçanërisht në qoftë se ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptoma të ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i energjikut qetëson gjithashtu stomakun dhe largon fryrjet. Duhet që ta pini në darkë për të ngadalësuar kështu trazirat në stomak. Pini një filxhan çaj me atë ju nevojiten 7 deri në 10 gjethe energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi mund të shtoni mjaltë ose limon.
Në disa raste të tjera mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjaltë dhe limon është mjaft i mirë kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë që të qetësojnë zorët dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjaftojnë që të zgjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjaltë dhe limon dhe ju ta pini atë para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin. Çajin ju mundet që ta shoqëroni dhe me mjaltë ose lëng limoni. Për 1 filxhan me çaj juve ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe në zor. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon gjithashtu fryrjet. Hani 1 filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë 1 vakti për të mos pasur fryrje. Ujë me limon. Uji me limon është mjaft i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Uji me limon mundet ta pini sapo të zgjoni për një fillim sa më të mbar të ditës. Ditët kur ju ndjeni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut me siguri kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mundet ju pengoj në aktivitetet tuaja të përditshme. Rroba do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndërkohë, kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, prandaj ne ju sugjerojmë që të provoni metoda të thjeshta që largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat e mira për të shmangur fryrjen e barkut është sigurisht edhe konsumimi i ushqimeve të duhura. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem, një herë e mirë është sigurisht pikërisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin që të kryejë si duhet proceset e tij duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithnjë ju duhet të siguroheni që të zgjidhni gjithmonë të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet sigurisht sepse ai ka veti që të mbledh toksinat të trupit dhe t'i nxjerrë jashtë ato për shkak se përmban sasi të mëdha të ujit. Kalium. Ushqimet e pastura me kalium, siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi, ndihmojnë gjithashtu në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananasi. Ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur ato janë të sapo këputura, atëherë ato duhet të konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar fryrjen e barkut, ju duhet të mundoheni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme e artë do t'ju ndihmojë që ju të keni një bark tepër të sheshtë dhe nga ana tjetër të shpëtoni nga fryrja. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!